njarë se cilët të raporton për ta që kryesisht kanë pozita dhe nuk po dyshoj që ata e kanë ba mendjen që të shkurtuar sa që mos me di që kemi raportu me një qeverisje të kalume, sepse potencialisht edhe në qatë qeverisja i ka punu, po me na i farë pozite tjetër. Ata kanë qëllishme, po masa... Se prej njarëzve tjeshtën nuk mëjnë të fort me marë masë seriosisht. është pak e ronë, po nëse na e analizojmë, tash na pequjna në gjuhën moderne, lider populist. Po të njëjtë metode kanë përdor edhe diktatorët, duke i demonizu mediat, shoqërinë civile dhe duke ka pushtetin që atëherë mos me pas gjë. Unë e di që është pak e rëndë kjo që po e thon, po të njëjtë, nëse e vishë analizojmë është e njëjta strategji që e kanë përdor. Okej, e quajmë lider populist. Tani, kjo që e thu ti e bën që pastaj me përdor kartën e viktimizimit ata. Uran. Unë më shpëdu me sjellë një rast fundit, do më thonë, qeveria ka afro një vjetë që lavdrohet me një për programe këtyre Superpuna, edhe unë ka një 2 muaj që jam të ullumtu për këtë program. E ke publiku? Jo, ende, do më thonë edhe janë 3 muaj që unë e presë disa përgjigje shumë thjeshta për Ministrisë Punës, Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve, cilët nuk janë gjendje, më tregu mu, për shambull, sa persona sakt janë punësu. Sa persona mas 6 muje... Jo, sa persona janë mas 6 muje vazhdojnë në punë. Do me thonë janë... Pret përgjigje. Do me thonë janë pyetje... Pjesa e pare pyetjes, a është e vështirë me gjetë vërtetën? Po është me e vështirë me gjetë vërtetën, varësisht për institucionë. Thash për shumë, Ministria e Financa, unë e flasë me kolegë tjerë që për cilën ekonominë, është shumë e zëshme në qasje. Do me thonë është pothuajse e mbyllur, nuk mund është me folë me ta. Thash unë e kur, si me thonë, dy gjana e këtu, edhe me ekspert që folin. Nëse ti nuk po të më të regu mu për një program që fillimisht e livdu për ta, ose ka shku fort keq e ta shqysh me i qitë donat, ose thjesht ki kaos, nuk ki dit me menagju, as nuk din që ka ki mrena. Keqe ma keqe bje kjo. Po, pikrisht. Edhe ti pret për një tem të tjilë për shumë më donë përgjigje. Nuk është nejvar teme kiamet kjo. Po thjesht është një shpërfaqe e një nisme që ka bo qeveria që e ka shqit si me thonë një sukses të madhë, edhe hajde thash po e shoh si çka kanë bërë realisht. Na nuk kemi dhona, tash kur nalesh edhe mendon që gjë. Unë e bëj një gazetari pak më ndryshe, gazetari të kadalshme për shkak se në revistën ku punoj në Kosovë 2.0 ne nuk bëjmë gazetari të përditshme që bën për shembull Ardiana me Kiksin ose Adelina ose edhe Besiani në portale. Kam hulumtime pak më gjana, më gjata, edhe paramendor resulti për shembull i shkruan zyrtarët edhe i thu shpresojt mi kthesh përgjigjet në 3 javët e ardhshme. Do më thonë, jap kohë... Për jashtë ligjit cili e parasha... Unë do më thonë, jap kohë 2-3 javë, edhe i thëmë, ose kur të intervistoj, këtu janë temat që po du më të intervistu, më ledh informacion, se mu po më vynë informacioni, nuk po vimët në zonë ngusht, se kam intereson kur shje e fare. Thjesht po më vynë informacioni, edhe ty nuk vjen që informacion. E tash, për shambull, unë du të me publiku tekstin. Pa të dhona. Pa që të dhona që ministria ishtë dasht me i dhonë. Edhe më falë, Uran, tani masë të publikohet dhe thotë. Po thotë, manipulem, nuk është e vërtet, ty s'të ka dhonë asë një përgjigje dhe në fund që ato ata ama nuk ta tregon asaj të vërtetën, dhe që thotë manipulim të ta akuzon. Dhe tash neve, për shambull, mu është dash, për shambull, bo shumë punë, që tash me hime analizu të dhona tjera, rrëthanore që me arë dhe dikun, po, me gjithë thatë, si me thonë, le të din, kur am mërati. Të fala, Ardiana. Që nuk mundet kërkush me ndalë informacionin, me edhonë publik. Ardiana tha, si me thonë, populist me i nalë mediat, në këtë shejku unë zbesoj që dikush mundet me i nalë mediat. Këm pasë rastet të ndryshme, për shambull, në Hungari është një media e cila funksionon komplet, si me thonë, ekipi menagjerial i medias është jashtë kufive të Hungaris, po e transmeton në Hungari, edhe është media, si me thonë, disidente. Tash, fatmirësisht, ne në Kosovë kemi shumë media të cilat raportojnë bashkë çka dojnë. Bashkë çka dojnë. Unë krahas punës Kosovë 2.0, kam një emision në Paper Radio për çdo ditë ku flas për çdo, u fol bashkë çka du, se çka është. Fatmirësisht, ne jemi tregu më të fortë si gazetarë, si media që kemi marrë këtë ritëm, sepse në vendet e rajonit është shumë keq. Për shembull te Serbi hinë me gishtat e një dorë i numëron mediat, të cilat guxojmë të bëjmë diçka çka bëjmë, si më thonë na, për çdo ditë. Kështu që Serbia po i pagun Kosovë, kështu që atje
Rella ile se ta këpuzin, veç të pjesë ta këpuzin. Edhe e ha. Gazetori e pranën që vazhdon me servit. Edhe jemi pak në atmosferës zgjedhore, kështu që... Ja, Besjan. për mu është kështu e frikshme dhe kontradiktore të njëjtën kohë që është ti mrena notës jeni far gazetori hero edhe ditën tjetër bosh tradhtar. Domethënë me bu me raportu diçka që ai përshtotet një partije,